Ti je prind sigurisht është gjë e bukur, por jo vetëm e bukur. Është sa e bukur aq edhe e lodhshme. Nuk ka prindër perfekt. Nuk ka fëmijë perfekt. Gabimet janë njerëzore. Të gjithë prindrit, të ditur dhe të paditur, të lexuar dhe të palexuar, në fshat apo në qytet, të pasur apo të varfër, në pushtet ose jo, të gjithë gabojnë dhe ndonjëherë bëjnë gabime fatale. Një prind i mirë fillon të rritet 20 vite para se të lind vetë prindi. Domethënë, ne jemi prindër të prindërve tanë. Prindi i mirë është ai që di të duroj. Sa më shumë ta detyrosh një fëmijë të futet në performancë, të sillet siç mami, babi, gjyshja, të tjerët presin. Aq më shumë është shkëput këtë fëmijë nga vetja e vet, nga ajo që ai do. Sa më shumë shkëputje të ketë, aq më pak kujtime ka. Ka vetëm gropa thithse. Një fëmijë që nuk dëgjon do thotë që nuk është dëgjuar, një fëmijë që bërtet do thotë që i bërtitet, një fëmijë që përplas do thotë që rrihet. Prindi nuk është pronari i fëmijës, dhe fëmija nuk është pronë e prindit. Sa më të vegjël janë fëmijët, aq më të dhunshëm janë prindrit në mënyrën se si vendosin limite. Nën 5 vjeç isha absolutisht kundër përdorimit të celularëve nga ana e fëmijëve. Lumata fëmijë që rriten pa celular, pa smartphone dhe pa televizor.